Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Danka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetikë dhe nutricion. Në fakt që në ditët e para të jetës kolektive të fëmijëve në qerdhe apo në kopësht, një pjesë e prindërve referojnë që fillojnë infeksionet e para të rrugëve respiratore, pra të rrugëve të sipërme të frymarrjes apo griprat e parë, dhe referojnë sa po shkon në kopësht apo në qerdhe menjëherë sëmurat. Në fakt këto janë përballjet e para me jetën kolektive dhe me sasinë e mikrobeve që padyshim janë shumë të mira për të rritur imunitetin e fëmijës. Po kur fillon imuniteti? Imuniteti fillon që gjatë jetës fetale, pra në barkun e nënës. Fëmia merr disa tulla shumë të shëndetshme të imunitetit gjatë lindjes natyrale, pasi kalon në rrugët e lindjes së nënës dhe merr atë florën e parë bakteriale të shëndetshme, e cila do të bëjë një imunitet të fortë, pra ka premisa për të startuar një imunitet të fortë. Vazhdon me ushqyerjen me gji, e cila është totalisht e rekomandueshme dhe më e mira, më ideale në muajt e parë. Vazhdon me ushqyerjen e ngurtë të shportës ushqimore mesdhetare e koordinuar kjo me moshën e fëmijës. Dhe kur themi ushqyerjen e duhur, nuk do të thotë kjo vetëm në kalori, por kryesisht në mikroelement, pra në vitamina dhe minerale, të cilat duhet të jenë në sasire të duhur, në mos qasje të ushqimeve të procesuara, të sheqernave të shtuar në regjimin ushqimor të fëmijës, të cilat janë shkaktarët kryesor të shkatrimit të florës bakteriale. Pra imuniteti është rreth 70 deri në 80% në zor, të minimizimit apo të bërjes së një trajtimi me antibiotik atëre kur duhet dhe të rekomanduar nga mjekët, pasi trajtimi me antibiotik i egzageruar dhe kryesisht i marrë nga vetë prindrit apo nga opinionet e të afërme, çon në shkatrimin e florës bakteriale e si rrjedhoi edhe në ulje të imunitetit. Në mosbërje në fakt ne i sugjerojmë prindrit të mos bëjnë teste, sidomos të alergjisë në mosha shumë të vogla të fëmijës, për të para është alergjik pikërisht për shkak të këtyre infeksioneve respiratore, por rekomandojmë që gjithmonë për të pasur një test të sigurt, ai duhet bërë pas moshës 4-5 vjeçare, sepse më parë ky test nuk na jep informacionin e duhur, dhe ky imunitet vazhdon të vërë tullat të shëndetshme dhe të krijojë një imunitet të fortë deri në moshën 10-12 vjeçare, kur ne kemi krijuar imunitetin e një individi, i cili ka një regjim ushqimor të rregullt, ka një aktivitet fizik të koordinuar me moshën dhe padyshim dhe një gjumë të rregullt.